Qytetarët që kanë punuar në lindjen e mesme kryesisht në Irak dhe Afganistan përsëri protestuan para zyrave të drejtorisë të ardhurave publike në Tetov. Kërkuan të tërhiqen vendimet për pagesë retroaktive të tatimeve që janë lëshuar nga DAP-i, pasi të njëjtat janë të vonuara. Të anulohen të gjitha vendimet e marra me efekt retroaktiv. Nuk mund të pranohet që qytetarët të ngarkohen sot për detyrime që në kohën kur janë krijuar nuk kanë ekzistuar ose janë interpretuar ndryshe. Kërkojmë që të gjitha vendimet tashmë të nxjerra mbi bazë retroaktive të anulohen dhe çdo procedurë e tillë të ndalet deri në sqarimin e plot ligjor. Kërkojmë përfshirjen e profesorëve universitar dhe ekspertëve të pavarur për interpretim të drejtë të ligjit për tatim. Protestës në Tetov u bashkuan edhe qytetarët të qyteteve të tjera. Ata që kishin ardhur nga Kumanova thanë se gjatë ditës së premte kanë lënë një takim me drejtoreshën e drejtorisë të ardhurave publike, Elena Petrova. Сите ставови се јасни. Значи, ние имаме 3 ставови што се бориме за тоа. Првиот став е сето ова да се сите овие решенија што ни се издадени да се стопираат, бидејќи сите ние имаме работено по 6-7 месеци, 8 месеци по член 5 од законот за нерезидентност. Сите ние имаме докази дека сме плаќале данок таму и сите докази што сме ги доставиле, тие не ги прифаќаат. Значи, тоа ни е првиот став. Вториот став, да бараме одговорност од нивната страна, бидејќи ова е после 5 години, сакаме да бараме одговорност зашто тие навремено не ни известија нас. Значи, не може некој да тврди дека ти си резидент, ама си бил 7 месеци, 8 месеци надвор држава. Значи, тоа е една од тематиките кои треба да ги разговараме со господјата Елена Петрова во петок И да најдеме диалог и најдеме заеднички точки за да овие решенија се сторнираат, за да не продолжат натаму други компликации кои ќе дојдат до други граѓани кои се засегнати во овој случај. Takimi mes drejtoreshës së DAP-it Elena Petrova dhe protestuesve është parapar për të premten në zyrat e DAP-it në Shkup.